Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin që e sjell Imam Tirmidhiu. Dhe hadithi vjen për Ebi Umam al-Bahiliu, tha pejgamberi alayhi salam: "Dhukira li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulan." Erdhën një ditë shok të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe ja kujtun, tha: "Noj dërgumi i Zotit, çfarë krahasime kanë një njeri i cili është dietar me një njeri i cili është fort ibadetxhi? Dietar nuk është, ama ibadet ban shumë. Cili është krahasimi?" A di çka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam? Ai tha: "Fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum." Dallimi mes çiti dietarit dhe dallimi mes çiti ibadetxhiut, që ky ibadet po baj ka natë ditë, por dijes paska. Si dallimi mes meje, tha pejgamberi sa, dhe me të ultit për juve. Që i vjen, nëse njëri prej shokëve të pejgamberit e ka taku pejgamberin qoftë një moment, veç e ka taku, i ka besu, e ka dëshmu shahadetin, ja mësoj pejgamberi rumbullaksimin e fesë që kjo është feja, ai hesë shkon në shtëpi vet, kur nashta mos e ka po pejgamberin alayhi salatu wasalam, ai vëreni se çfarë dallimi pas kanë në mes të dietarit dhe në mes atij ibadetxhiut.